Qëndrojmë në Kosovë, autoritetet e shpallën të mbyllur procesin e deritanishëm të privatizimit të postës dhe telekomit dhe paralajmëruan hapjen e një procesi të ri. Vendimi pasoi tërheqjen e njërës prej kompanive kryesore konkurruese për shkak të akuzave ndaj drejtuesve të lartë të kësaj ndërmarrjeje për korrupsion. Autoritetet thanë se mbyllja e procesit është në funksion të mbrojtjes së interesave të vendit, por ekspertët e ekonomisë thonë se ky është një mesazh negativ për Kosovën dhe përpjeket për rimëkëmbjen e saj ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Komiteti Qeveritar për privatizimin e postës dhe telekomit e Kosovës shpalli sot mbylljen e procesit dhe paralajmëroi fillimin e një procesi të ri për privatizimin e kësaj ndërmarrjeje. Vendimi pasoi tërheqjen nga konkurrenca të telekomit kroat, njëra nga dy kompani që kishin mbetur në rrethin e ngushtë për blerjen e 75% të aksioneve në këtë ndërmarrje, që është më fitimprurësja në Kosovë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj tha se shqetësimet rreth akuzave të ngritura ndaj një pjese të drejtuesve të postës dhe telekomit të Kosovës ishte arsyeja e tërheqjes së kësaj kompanie. Dhe ata kanë shprehur shqetësim për procesin gjyqësor i cili është duke zhvilluar në PTK dhe njëkohësisht kanë shprehur shqetësimin e tyre për të vazhduar me proces. Shefi ekzekutiv i postës dhe telekomit Shqyqri Agja dhe antari i bordit drejtues të kësaj ndërmarrje Rrit Gjëmbalaj akuzohen për nënshkrimin e kontratave të dëmshme për postën dhe telekomin e Kosovës. Akuzat janë hedhur poshtë nga dy drejtuesit e lartë që janë në pritje të procesit të konfirmimit të akuzës. Megjithatë, tërheqja e kompanisë nga Kroacia, e cila ishte në konkurrencë bashkë me një kompani gjermane, ka bërë që autoritetet të vendosin që procesi të pushojë, me që nuk mund të ketë privatizim me vetëm një kompani. Komiteti Qeveritar për privatizim sot ka marrë vendim për ta shpallur të mbyllur këtë proces dhe për të filluar përgatitjet për një proces të ri, i cili do të shkon konform orientimeve strategjike që ka Qeveria e Republikës Kosovës. Shitja e aksioneve të postës dhe telekomit parashihet i siguronte buxhetit të Kosovës nga 300 deri në 600 milion euro, të hyra këto që ishin parashikuar edhe në buxhetin e Kosovës për këtë vit. Autoritetet thanë se buxheti nuk do të pësojë nga dështimi i privatizimit të postës, por ekspertët e ekonomisë thonë se ndërprerja procesit mund të ketë pasoja të tjera. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, tha në një bisedë për Zërin e Amerikës se kjo është një shenjë e keqe për Kosovën, me që bëhet fjalë për privatizimin e ndërmarrjes më të rëndësishme të vendit. Dështimi që të tërheq Kosova një investitor atraktiv në këtë fushë, domethënë është një dështim i cili nuk dërgon as sinjale pozitive për ekonominë gjatë bashkëpunimit në Kosovë. Shpresoj se privatizimi do të kryhet së shpejti dhe qeveria e Kosovës do të bëjë gjithçka që është e mundur që kjo të kryhet në një afat më të shpejtë. Vendimi për privatizimin e postës dhe telekomunikacionit, që është një nga ndërmarrjet publike më fitimprurëse në Kosovë, u miratua në mars të këtij viti në kuadër të ligjit për buxhetin e Kosovës. Opozita ka kundërshtuar ashpër vendimin e shitjes së postës dhe telekomunikacionit. Mos pajtimet rreth këtij privatizimi në vjeshtën e kaluar ishte një nga shkaqet që quan në krizën institucionale në vend, që u pasua me zgjedhjet e parakohshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.